لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojmë me shpjegimin e disa porosive kuranore të përmendura në kapitullin Al-An'am, në fund të kësaj kapitine, që llogariten porositë më të fuqishme që dalin nga Kurani. Dhe ju thojnë 10 porositë kuranore që janë porositë të arta për secilin besimtar, për secilin njeri. Porosia e katërt e këtyre porosive kuranore është fjala e Allahu xhalla xjalaluhu që ka thënë: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Dhe mos ju afroni gjërave të turpshme, qoftë ato të dukshme apo të padukshme. Mos ju afroni gjërave të turpshme, të shëmtuara, qoftë ato të dukshme apo të padukshme. Të nderuar vëllezër besimtar, kur kemi të bëjmë me rregullat kuranore që kanë të bëjnë me ndalesat, është një standard dhe një rregull hyjnore që Allahu xhalla xjalaluhu kur ndalon diçka ka ndaluar edhe shtigjet edhe kanalet të cilat çojnë deri te çaja ndalesë. Dhe kjo është më e logjikshme edhe për njeriu dhe më e lehtë edhe për të ruajtur njeriu prej të këqijave, për arsye se nëse nuk nalen kanalet, nuk ndërprehen kanalet të cilat të çojnë deri te e keqja, kur të afrohesh te e keqja është vështirë pasaj të ndalesh. Dhe kjo është rregull që duhet të aplikohet në jetën e muslimanit, në mënyrë që t'ju përmbahet dispozitave të Allahu xhalla xjalaluhu. Dhe kjo është në jetën e përgjithshme të njeriu. Dhe është vështirë njeriu t'i veprojë ndalesat që janë për të, nëse do thotë nuk ju kanë ndalu atij ato kanalet të cilat të çojnë deri te shkelja e një ndalese apo shkelja e një ligji. Nëse ligji ndaj kundër kurvrisë, immoralitetit, nuk ju mbyllen kanalet të cilat çojnë deri tek ai veprim, e ka vështirë njeriu ta zbatoj atë ndalesë.
nëse nuk mbyllen për shembull shtëpiat publike, nuk mbyllen klubet e ndryshme të natës ku veprohen këto gjëra, atëherë tani pastaj është vështirë që njeriu të largohet nga kjo ndalesë, edhe ta praktikoj këtë ligj si ndalesë për to. Nëse është vështirë të ndalet njeriu nga korrupsioni, nëse nuk janë ndalë mbi dyrë dhe kanalet të cilat çojnë deri tek ai veprim. Është vështirë që ndalet do thotë vrasja, nëse neve që kemi liruar dhe ja kemi hap kanalet të cilat bëhen shkaktar deri tek vrasja, qoftë fajdja, qoftë bigjozi, qoftë do të veprime të tjera të cilat çojnë deri tek këto konflikte. Dhe kështu me radhë. Andaj, është ligji Allahu xhalla xhelaluhu dhe rregull e Kur'anit që kur ndalon diçka, i ndalon edhe veprimet të cilat apo kanalet të cilat çojnë deri te çaj veprim. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë në Kur'an në këtë porosi: "Wala taqrabul fawahish", mos ju afroni gjanave të këqija. Nuk ka thënë mos i veproni gjana të këqija. Po mos i merrni as rrugë e as mos i ndiqni kanalet të cilat ju çojnë deri te një veprim i ligë. Dhe kur ti e zbaton këtë urdhër të Kur'anit në ndalesat që Allahu xhalla xhelaluhu ta ka tërheqë vërejtjen, ti e ki maleta pasaj për me shpëtue nga ajo ndalesë. Malet e ki për me shpëtue dënimit. Malet e ki për me shpëtue hidhrimit të Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu kur ka folë në Kur'an për dukurinë e keqët të imoralitetit, të kurvrisë, ka thonë wala, gjithashtu ka thonë wala taqrabu zina. Mos ju afroni imoralitetit. Mos ju afroni. E çdo hap që e çet ti, që e din që po të qënë ka qaja onë, dije se është ndalume, sepse Allahu xhalla xhelaluhu don me ta ruaj tyje, me t'i rujt edhe ato momente, edhe ato kanale që ti do të mund të bie në ndonjë veprim të ligë, apo në ndonjë shkelje, apo në ndonjë mëkat. Allahu xhalla xhelaluhu në këtë ajet e ka përdorë dhe këtë fjalë përdorë shumë në Kur'an kur flet për gjanat e këqija, për gjanat e dëmshme, kur flet për gjërat e shëmtuara, kur flet për gjërat e neveritshme, të cilat bien ndesh me natyrshmërinë e pastër të njeriut, dhe gjithashtu bien ndesh me atë që ka porosit Allahu xhalla xhelaluhu. E ka përdorë termin el-fahisha ose në shumës el-fawahish, që nën kupton çdo fjalë, çdo vepër që është e ligë, që është e shëmtuar, që është e dëmshme për njeriu, qoftë fjalë apo vepër, që shkakton dëm tek tjetri, Allahu xhalla xhelaluhu ka thujt me këtë term, don vepër apo fjalë e shëmtuar. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu ne ka bo thirrje që të largohemi dhe i ka përmend ata besimtarë të cilët largohen nga këto punë të liga. Walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dhe ata të cilët largohen prej gjunave dhe mëkateve, largohen prej gjërave të shëmtuara, dhe përveç ndonjë mëkat i vogël që mund ta godas njeriu, që nuk mund t'i ikë asaj, sepse është natyrshmëria e njeriu me mëkatue ndonjëherë me gabue, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Allahu është shumë falës dhe falja e tij është shumë e gjerë. Falja e tij është shumë e gjerë. Njerëzit kur dojnë me veprue punë të liga, do thotë kanë shumë arsyetime. Për me jabohet qefin vetës, edhe për me arsyetue vetën e ti, do të i qesin shumë arsye. Jo qëndrushme. Për shembull thot, kështu është trendi sot. Këtë po bojnë, që shtu do të me përshkon që kësaj uji. Ose për shembull tash është model kështu mu bo. Ose për shembull njëna prej
arsye thotë që i kemi gjetë edhe tjerë. Që i kom gjetë edhe që po shkoj edhe unë. Allahu Gjelle Gjelalu nuk e pranon këtë arsye tjetër. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu ka tërheq vrejtjen që njeriu ta përdor mendjen e tij, dhe logjikën e tij, dhe shpirtin e tij të pastër për mu largue nga të këqija, jo më arsyetua vetëm. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. Ka thonë dhe kur ka mbon dhe një gjatë shëmtuar, keqe të ligë, ka thonë që shtu i kemi gjetë nga babalartë të tanë, që shtu i kemi gjetë fartë të tanë, dhe kështu në pas ka urnu Zoti. Allahu thotë, kul inna Allahe la ya'muru bil fahsha, Allahu nuk urdhën punë të këqija. Allah pëse po shpirtin ndaj Zotit, Allahu nuk urdhën në punë të këqija, por urdhën në atë që është e drejtë, në atë që është e qëndrueshme, në atë që është e dobishme, dhe në atë që është, do thot, e rëndësishme për jetën e besimtarit në këtë botë, e rëndësishme edhe për ahiret. Pra Allahu Gjelle Gjelalu kër e ka përdor këtë temë të ndëruar vëllezër, mos ju afroni gjanave të shëmtuara, do të disa veprime të liga në Kur'ani ka qujt me këtë temë. Njëra prej tyre, Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë, wala taqrabu zina, innehu kana fahisha. Mos ju afroni imoralitetit se është gjë e shëmtuar. Është gjë shumë e keqe. Mos ju afroni asaj. Pastaj një veprim tjetër që Allahu Gjelle Gjelalu e ka qujt me këtë term, është edhe veprimin që ka bëhe populli i Lutit. Populli i pejgamberit Lutit a.s. Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dhe Luti kur i tha popullit vetë, apo e bëni një gjë të ligë shumë, të shëmtuar shumë, që kush më herët para juve se ka bëhe, çka kanë bëu ata? أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. Allah ju ka thënë Kur'an, a me burra ju po shkoni, burri me burr? A kështu po veproni këtë vepër, nuk e ka po askush më herët para juve. Dhe Allah për këtë ardhe ka dërgu për këtë vepër të këtyre, e ka dërgu e Lutin a.s. si pejgamber të këtë popull, pasi që nuk e kanë respektu dhe ndëgjua dhe nuk i largue nga kjo gjë e shëmtuar, e ligë. Atër Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an ka përmend dënimin e këtij populli, që nuk e ka dënuar ndonjë popull kështu që e ka dënuar këtë popull. Nuk ka përmend Kur'anin një dënim ndonjë populli sikur që e ka dënuar këtë popull. Pastaj Allahu Gjelle Gjelalu edhe zhveshjen, e lakuritësinë, e ka quajtur me këtë term. Ja bani Adama, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. O bijtë e Ademit, mos ju mashtroj shejtani, mi nxjerr juve prej xhenetit që e ka nxjerr babën e juve. Yanzi'u anhuma libasahuma. Kur e ka nxjerr prej xhenetit Ademin alayhis salam, ka filluar të shihen do pjesët e turpshme të Ademit, derisa i ka mbulu ato. Shejtani që ta ka, do thot me bë punë të liga, me zhvesh nga morali njeriu, me zhvesh nga dinjiteti, me zhvesh nga parimet e shëndosha. Edhe lakuritësia, edhe zhveshja mund të llogaritet njëna prej këtyre veprave. Po ashtu Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an e ka përmend edhe shpifjen që bajnë ndaj njerëzve të ndershëm, ndaj burrave dhe grave të ndershme, e ka quajtur do të fahshe, një gjë shumë e shëmtuar dhe shumë e ligë. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dhe ata të cilët shpifin ndaj besimtarëve dhe ndaj grave të ndershme dhe ndaj njerëzve të ndershëm, ata do ta kenë një dënim të dëmshëm tek Allahu Gjelle Gjelalu. E dalja nga këto situata, nga këto veprime që mund të gjenden në mesin ton, është pendimi tek Allahu Gjelle Gjelalu dhe kthimi në rrugën e tij. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dhe ata të cilët bojnë ndonjë gjë të ligë, gjëna të tilla të liga,
dhe pastaj e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje tek Allahu, a ka dikush tjetër që i fal gjinohet përveç Allahu xhalla xhelalu? Elusmi Allahu xhalla xhelalu që na largojë nga këto vepra të liga, elusmi Allahun që na fal mëkatet tona dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Të nderuar vëllezër besimtar, pasi që jemi në muajin e Rajab dhe në këtë muaj është ndodhia e Isras dhe Mirajit, është folë edhe të në xhami javën e kaluar për këtë ndodhi të rëndësishme, andaj nuk është pa arsyeshme që të përsëritet do të prapë kjo temë. Gjithashtu Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan, në xhamin Dera Mahalla, apo xhamia e vogël që e njohim ne, nesër mbahet një tribun, një ligjërat nga kryeimami i Republikës Kosovë Vedat Radisahiti në lidhje me këtë temë, duke filluar më njëherë mas drekës, do thotë në orat 12:30, ftoheni gjithë që t'jeni prezent aty ata që kanë mundësi, Allahu ju shpërblet. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. La ilaha illa Allah, la ilaha إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.